Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka shënuar vitin 2025 me një sër aktivitetesh kulturore, shkencore dhe edukative, duke forcuar rolin e saj si institucion qendror i dijes dhe i kujtesës kulturore në vend. Gjatë këtij viti, Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka organizuar përurime librash, ekspozita tematike, konferenca shkencore dhe aktivitete për promovimin e leximit me fokus të veçantë të rinjt dhe studiuesit. Aktivitetet janë zhvilluar në bashkëpunim me autor, botues, institucione arsimore dhe organizata kulturore vendore e ndërkombëtare. Një pjesë e rëndësishme e punës së bibliotekës gjatë vitit 2025 ka qenë edhe pasurimi i fondit librar dhe arkivor, si dhe vazhdimi i proceseve të digitalizimit të materialeve të rralla dhe të trashëgimisë dokumentare, duke u lehtësuar qasjen studiuesve dhe publikut të gjerë. Biblioteka ka qenë gjithashtu hapësirë e debatit intelektual dhe shkëmbimit kulturor përmes tryezave të diskutimit, promovimeve të autorëve vendor dhe aktiviteteve kushtuar figurave të rëndësishme të kulturës dhe historisë shqiptare. Sipas drejtuesve të institucionit, viti 2025 ka shërbyer për forcimin e rolit të bibliotekës kombëtare, jo vetëm si vend i ruajtjes së librit, por edhe si qendër aktive kulturore dhe edukative e hapur për komunitetin dhe e orientuar drejt zhvillimit bashkëkohor. Aktivitetet e këtij viti e kanë konfirmuar Bibliotekën Kombëtare të Kosovës si një nga shtyllat kryesore të jetës kulturore dhe intelektuale të vendit.